Përshëndetje, miqtë e emisionit Relax. Ne pas disa ditëve jemi takuar bashk këtu edhe sot kësaj pas dite për të zhvilluar emisionin Relax me ftoftuarin ton. Pikërisht ashtu siç kemi cekur edhe në fillim kur është hapur televizioni Shenja, ne do të jemi një dritare e re dhe sidomos emisioni Relax për të gjithë ju shikues, për të gjithë ju që mendoni që keni diçka të vlefshme për t'i servuar publikut. Gjithashtu para se të prezantoj edhe mysafirin ton, unë do doja që gjithë ju që na ndiqni të ju publikoj edhe fanpage-in në Facebook të emisionit Relax, mund të gjeni emisioni Relax televizioni Shenja, ku ju mund të propozoni edhe tema, ato ide që ju mendoni se duhet të bisedohen në emisionin Relax. Sot ne kemi të ftuar Liridon Huseinin, është student në Fakultetin Juridik, të cilin e falenderoj që pranoi ftesën për të qenë pjesë e emisionit Relax. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Liridon, mund të na tregosh pak në disa pika të shkurta se kush është Liridoni, prej nga vjen Liridoni dhe çka studion Liridoni? Po, atëherë, unë jam Liridon Huseini, vi nga Shkupi, mirë po aktualisht jetoj në rrethinën e Tetovës në fshatin Zhelin për shkak të studimeve. Shkollën të mesme e kam mbaruar në gjimnazin Kirili Peqinović në Tetovë, ndërsa aktualisht ndjek studimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës në Fakultetin Juridik. Liridon, na trego pak për rrjedhën e studimeve me që ti je absolvent tani. Po. Në përgjithësi, studimet që nga fillimi deri më tash si absolvent kanë rrjedhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Në fillim, si student në këtë fakultet të Universitetit Shtetëror të Tetovës, kemi qenë diku një numër i madh i studentëve, apo thënë kolegëve të mi, ku arriti numrin deri në 400 student, ndërsa gradualisht ky numër filloi që të zbritet te poshtë, ku tash ka arritur edhe kemi arritur në një numër të them 50 student që jemi aktualisht që i ndjekim këto studime të bachelor në këtë fakultet juridik. Pse pikërisht mendon se ndodh kjo, për shembull, në fillim janë regjistruar një shumicë studentësh, ndërsa tani kur është afruar edhe përfundimi i studimeve me që je në vitin e 4, nëse nuk gaboj, mendon se ka munguar ai entuziazmi ose dëshira për të vazhduar më të qetë studimet, ose i ka penguar diçka ata studentë që kanë lënë studimet pas dore? Studentët gjithmonë mendoj që nuk e ndjekin atë ëndrrën e tyre apo ato iluzionet e veta dhe shkojnë ato drejtimet e gabuara, të them, ose jo adekuate. Ose janë të imponuara nga prindërit nga familja dhe pastaj nuk mund t'ja dalin, u duket disi e vështirë studimet. Dhe kjo është ajo arsyeja që pikërisht në fund të studimeve ngelim një numër i pakët i studentëve. Ju studioni në gjuhën shqipe këtu në Shkup apo në gjuhën maqedone? Unë studioj në Universitetin Shtetëror të Tetovës, me thënë në gjuhën shqipe. E ke të vështirë të koordinosh pak punët me që jeton edhe në Tetovë, tani studion këtu në Shkup, ose vetëm e ke të njohur rrethin e Shkupit me që je i lindur edhe në Shkup ashtu siç e cekë? Po. Tashmë unë për një kohë të gjatë jam adoptuar atje, me rrethin, me shoqërinë, edhe me familjarë të tjerë, dhe nuk e kam të vështirë për gjatë studimeve apo për të dalur në mbrëmje diçka tjetër, nuk e kam vështirë, jam adoptuar. Si është dita e një studenti? Si nis dita e një studenti, Liridon? Jeta studentore, të themi, është realisht pak është e rëndë apo një lodhje, mirë po është një lodhje e këndshme, nga se e bëjmë me dëshirën tonë më të madhe për të studuar, për të përfunduar ato studime që nesër të ushtrojmë atë profesionin tonë që ja kemi filluar. Pse pikërisht vendose që të studiosh juridikun, e kishe të trashëguar këtë fakt, këtë lëminë, se mund ta themi nga dikush, ose vetiu të erë ta inspirim që ti të merresh me juridik? Inspirimi im për të studiuar juridik ka filluar që si fëmijë, që kam dashur që gjithmonë të jemi drejtë dhe të jemi barabartë me të tjerët, me shoqërinë në vendin ku jetoj. Ka qenë ai inspirim, domethënë, dhe pastaj vazhdova shkollën e mesme të përgjithshme për drejtësi dhe u regjistrova në fakultetin e drejtësisë për të vazhduar për të studiuar këtë drejtësi, për të pasur me atë dëshirën e madhe që nesër të dalë në treg me profesionin tim dhe së pari të shërbej vetvetes, të shërbej familjes time dhe shoqërisë, për të pasur
të kemi një jetë sa më të drejtë, sa më të barabartë, që të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë duhet të jetojmë atë mënyrën e barabartë. Të ka penguar, do të thënë, në qysh kur ke qenë në atë moshën fëmijërore, nëse mund ta themi për shembull ajo padrejtësia, të ka penguar diçka që i vogël, do të thënë, që ti ende që prej atëherë ti ke filluar, do të thënë, veç ta ushqesh më këtë dëshirë për të studiuar juridikun? Çdo herë më kam prekur padrejtësi. Si fëmijë kur kemi lozur diçka me shokët tjerë, nuk kam dashur që të dalloj unë nga të tjerët ose dikush të dalloj nga unë. Gjithmonë ka ekzistuar dëshira të jemi të gjithë një lloj. Të barabartë. Të barabartë, me një fjalë të jemi të gjithë në shoqëri të barabartë, edhe pse pikërisht për këtë familja ime nuk ka dashur që unë të studioj juridikun, dëshira atyre që ishte që unë të vazhdoj mjekësi, pa inspirimi im e të kaloj dëshirën atyre dhe unë ja tash. Mendon se ke gabuar nëse nuk e përzgjedhur mjekësi? Nuk mendoj që kam gabuar, se si thot një fjalë, pyet një mi vetë, ndërsa prapë vepro si din vetë. Po, shumë e vërtet. Gjatë këtyre viteve të studimit, me që je në vitin e 4 tani, cilat përvoja ti do t'i veçoje më së shumti? Do me thënë, diçka më interesante, për shembull, një ditë, na përshkrua një ditë studentore. Jeta studentore është shumë interesant dhe nuk mund ta përjetoj çdo kush dhe nuk përjetohet çdo herë. E ke vetëm një herë gjatë viteve të studimit dhe ajo duhet të shfrytëzohet në maksimum. Dhe në dobi normal të vetës dhe gjithë shoqërisë. Jeta studentore çdo herë është, të themi, në një stres, përkohë se do të vinë provimet, do të vinë ato ethet e janarit, apo se zakonisht ethet ka edhe në qershor edhe në shtator, çdo herë konsiderohen si ethet afatit të provimeve. Kur e sheh rezultatin, do me thënë, pas provimeve që ti ke korrur sukses, e bën halal, nëse mund ta themi, atë lodhje, atë stres. Po, ajo lodhja tash kalon në momentin që kupton se ke kaluar provimet ose do mbarosh gjithë studimet, dhe ajo lodhja as që konsiderohet apo as që nuk duket fare se sa je lodhur apo çfarë. Normal, se pastaj kurorzohet me sukses. Sa orë në ditë duhet, për shembull, një student të mbyllet në dhomë, nëse mund ta themi, dhe të studioj për të arritur sukses? Studimet zakonisht duhet të rrjedhin në mënyrë graduale, apo të themi në shkallë. Nuk mund që ti për një kohë të shkurtë të përgatitesh për një provim. Do me thënë, gradualisht duhet të mësosh, dhe ky gradualitet duhet të jetë diku afër 10 orë. 10 orë, të themi, jo dhe aq të plota, mirë, po duhet deri diku që të mësojsh për të përgatitur, për të studiosh për ato vetëm, se vetë fjala studim tregon se duhet ta studiojmë se çfarë është ai objekti që ne studiojmë, që ne e trajtojmë. Keni ligjërata për shembull çdo ditë juve dhe ushtrime. Sa orë zgjasin ligjëratat? Keni sallat për shembull adekuate për të mbajtur ju ligjëratat? Si objekt, Universiteti Shtetëror i Tetovës këto kushte na ofron dhe ka mjaft hapësirë për të mbajtur ligjërata dhe ushtrime, mirë po përsëri ato ligjërata dhe ushtrime janë në një kohë të gjatë. Do fillojmë me ushtrimet, të themi, në ora 9, pastaj zgjatin 2 orë, kemi pauzë, pastaj vazhdojmë me ushtrime ose me një ligjërat tjetër, do me thënë zakonisht deri ora 3-4 mbasdite e kalojmë ditën në fakultet. Në fakultet. Raportet me mësimdhënësit, nëse mund të themi me profesorët, ka ndryshuar me që ka ndryshuar edhe koha është koha demokracisë, nëse mund ta quajmë ashtu. Keni raporte më të përafërta tani me profesorët? Do të thënë, keni komunikim më të përafërt. Sa ju kuptojnë juve profesorët si student? Profesorët na kuptojnë mjaftueshëm neve si student. Kemi raporte, në përgjithësi kemi raporte të mira, qoftë për të na ndihmuar në lëminë e studimit, qoftë për diçka jashtë studimit. Gjithmonë profesorët tonë kanë qenë në shërbim tonë, gjithmonë na kanë ndihmuar, na kanë dhënë ato njohurit me aq sa kanë pasur ato mundësit, i kanë mbartur tek ne. Do me thënë, gjeni mbështetje edhe nga ana e profesorëve. Patjetër që gjeni mbështetjen e tyre. Ndonjëherë, për shembull, gjatë këtyre viteve me siguri keni pasur edhe praktik. Ku më tepër i keni realizuar këto praktika, në cilat institucione? Në universitetin tonë zakonisht praktika bëhet apo realizohet në vitin e fundit, do me thënë në vitin e 3 të studimeve. Kemi praktikat në për vende të ndryshme, në për institucione si në gjykat, në për komuna, në për ministri, dhe ne këto praktika i realizojmë në kuadër të plan programit, po. Këto zgjasin zakonisht afër 1 muaj dhe shkojmë
Çdo ditë, domethënë. Çdo ditë jemi aty. Unë aktualisht ndjeki praktikën në gjykatën themelore në Tetov. Jemi çdo ditë nëpër seanca, nëpër birot administrative, shohim se si funksionon, si mund të bëhet një kërkesë, një apel, një deklaratë kështu. Me siguri, domethënë, gjatë këtyre praktikave, domethënë gjatë me që një muaj e më tepër je duke shkuar në seanca, çka mund të veçosh nga ato seanca, domethënë, çka e sheh veten ti të gatshëm për shembull për të vazhduar të ushtrosh profesionin? Duhet mendoj se duhet edhe shumë punë për të arritur në atë profesion. Ajo që më shumë ti më tangon të them gjatë kësaj kohe që bëj praktikën në gjykatën themelore në Tetov, është çdo herë u parashtroj pyetje profesorëve pse ndodh që palën të themi paditësin e kemi shqiptar, edhe të paditurin e kemi shqiptar, trupi gjykues janë shqiptar, mbrojtësit janë shqiptar, më thënë të gjithë janë shqiptar, ndërsa procedura vazhdohet në gjuhën maqedonase. Kjo është ajo që më tangon mu, pse lejojmë të ndodhë kjo, pse duhet në gjuhën maqedone kur mund të ecë procedura edhe në gjuhën shqipe, mirë po ashtu është më thënë çështjet aktuale të vendit, po. Për shembull, gjatë atyre trajnimeve seancave, çka më tepër do kishe dashur të ndryshosh përveç kësaj që e the, domethënë mos zbatimi i gjuhës shqipe në mënyrë adekuate? Për shembull, ndonjë veti që e vëren ti tek gjykatësi ose te pala gjykuese. Po të ishe ti në vendin atyre, si do të gjykojë ose si do të veprojë? Si gjykatës është punë që ka plot përgjegjësi, dhe do me thënë çdo herë duhet të... Dhe një barë shumë e rëndë, që duhet mendohet shumë mirë për të dhënë një vendim. Duhet të jesh shumë përgjegjës për atë që ti e merr atë vendim, me thënë nuk duhet të jesh 100%, pastaj të marrësh vendim, nuk mund me një 50% apo 70% ta marrësh vendim, se mundet një të pafajshëm ta dërgojsh në burg, do me thënë ja kaputish lirin, është një barë e rëndë, do me thënë nga ana e gjykatës, andaj unë nuk e shoh ende vetëm për të qenë... Si e vlerëson ti Liridon drejtësinë këtu në vendin tonë? Drejtësia jo në vend në Republikën... Veç më ke filluar të merresh me... Në Republikën e Maqedonisë, do me thënë, nuk kemi drejtësi, nuk ka një shtet ligjor. Do me thënë, tash de jure ne kemi një shtet ligjor, pasi kemi kushtetutën, kemi ligjin, po de facto ato nuk respektohen, ose respektohen vetëm në raste të caktuara. Cilët janë aspiratat tua? Dëshiron që në të ardhmen me gjithë dëshirë ta ushtrosh këtë profesion? Ose për shembull, po të mos kishe zgjedhur këtë profesion, cilin profesion tjetër ti do ta veçoje? Që do doje ndonjëherë nëse mund ta themi një plan B që e ke? Po, gjithmonë unë kam dashur që ta ndaj të drejtën. Të jem një sraj person, në këtë rast një gjykatës apo një avokat i mirë, që gjithmonë ta daja të drejtën nga e pa drejta. Do me thënë, kjo është ëndra ime që unë du të realizoj dhe do mundohem me çdo kusht të arrij këtë qëllim. Do me thënë, si mund të them, deri në frymën e fundit unë do të luftoj për këtë, të them për këtë post që du të arrij të nesër të shërbej për gjithë mirën e shoqërisë në tregun e punës. Liridon, me që je student, mirë po je edhe në moshë të re, nëse mund të themi, si i sheh ti bashkëmoshatarët tu? Do me thënë, si i sheh idealet e tyre për të ardhmen? Mendon se janë duke shkuar rrugës drejt edhe ato? Mendon se janë atë shumë të dhënë pas drejtësisë, ashtu siç ti e cekën dhe ti e studion këtë? Rinia në përgjithësi nuk është duke shkuar të them në një rrugë të mirë, të mos them në një rrugë të keqe, por nuk janë të shkuar në një rrugë të duhur. Rinia më shumë sot ndjek të them agëtimet, se sa këto pjesë, këto që të ndryshojnë të ardhmen tënd, apo të bëjnë që të punojsh për të ardhmen e një shoqërie dhe të ardhmen tënd. Nga ana e rinisë ka shumë pak angazhime, ka shumë pak pjesëmarrje në për forume, në për organizata jo qeveritare, gjë të cilat ndikojnë shumë në të ardhmen tonë, avancimin e aftësive tona personale. Me thënë, këto rinia jonë, sidomos rinia tetovari, nuk janë, e kemi pik dobët apo pik shqetësuese këtë çështje. Ku mendon ti se ekziston, do të thënë, ku është ajo baza e problemit? Pse, do me thënë, kanë këto sjellje, nëse mund të themi devijuese rinia jonë? Ndoshta luksi i tepër, ndoshta teknologjia e tepruar? Ndoshta ndikon edhe kjo pak, mirë po rinia jonë kemi tashmë, aktualisht kemi një rini të shtipur.
Një rini të shtypur që nuk është aq e lirë sa duhet, nuk mund të shprehet atë sa duhet, në çdo aspekt është e kufizuar. Dhe nga kjo arsye ata disi janë dëshpëruar dhe nuk marrin hapat e tjerë për ta tekaluar këtë apo për ta luftuar këtë padrejtësi që po i bëhet kësaj rinie. Duke harruar, do të thënë se ata janë ardhmja e vendit, ardhmja e një shoqërie të shëndosh. Po, jo rastisht thonë se rinia janë ardhmëria e një shtetit. Mirë po, për të pasur një të ardhmë të mirë, paraprakisht ne duhet të kemi një rini të shëndosh, sepse rinia nesër do të jenë ato burrat e shtetit, do t'i thejnë ato barierat që do të thënë jenë ato ushtarët e mbrojtësit për t'i mbruar vlerat kombëtare dhe fetare. Rinia gjithmonë ka nevojë për stimulim, ka nevojë për nxitje, ka nevojë që dikush që zgjat dorën për të arritur një veprim që ai e ka ndërmerr. Mirë po, këtë ne si rini nuk e kemi, përkundrazi në çdo rast që marrim në veprim ne kemi parapengime në të, se sa na ofrohet ndihma për ta bërë një veprim. Në shënimet tua, nëse mund të them, ose në ato shkrime që i pash unë në CV-n tënde, pash se ti merresh edhe, në fakt nëse mund të themi, je fetar në një aspekt. Si është e rini në aspektin fetar? Rinia nuk është shumë e dhënë pas fesë. Thamë se rinia gjithmonë ka nevojë atë pjesën e stimulimit që ta nxjisë dikush për aspirata të jetë i guximshëm për që të vepruar. Rinia këtë nuk e ka. E tash Muhamedi alayhis salam, pejgamberi jon, çdo ri ka stimuluar të rinjt, si të guximshëm, si ambicios, si trima. Dhe jo rrethsisht ata për një kohë të shkurt, kanë arritur që ta kthejnë botën nga një botë e egër në një botë mirë të organizuar. Dhe Muhamedi alayhis salam ka lënë një porosi ku thotë se ju porosis që të sillni mirë me rini. Nga se kur Allahu xhaleshanu e ka dërguar si pejgamber me fenë e pastër, ai thotë se vetëm të rinë kanë qenë ata që e kanë përkrah, ndërsa pleqet e kanë refuzuar. Pra rinia në çdo shtet konsiderohet si ai boshti kurrizor. Me thënë ai boshti kurrizor i cili mban baraspeshën dhe atë stabilitetin e lëvizjes. Pra një shtet nuk mund të përparoj apo të ngritet përveç se në supet dhe shpinën e një të riu. Andaj kjo periudhë e rinisë nga ne duhet të shfrytëzohet maksimalisht për një ngritje dhe përparimin e shtetit në të gjitha aspektet, nëse mund të themi. Po, Liridon, ne për pak minuta do të shkëputemi me që kemi edhe marketingun, është koha e marketingut. Ju shikues të nderuar që ndroni me ne, do të rikthehemi pas disa minutave. Ndoqëm blogun publicitar, Liridon, ti ke marrë pjesë edhe në shumë trajnime, konferenca dhe organizata jo qeveritare. Mendon se janë shumë të kyçur studentët në këto trajnime, në këto konferenca, dhe ti si pjesëmarrës, çka mund të na tregosh pak më tepër? Në përgjithësi, nga ana e studentëve nuk ka pjesëmarrje aq të maftueshme të themi në për këto organizata, për këto trajtime. Unë ndryshimi im ka qenë që në moshën 17 vjeçare, domethënë kur kam filluar të ndjek këto shoqatat e vendit dhe shoqatat jashtë vendit, trajnimet në vend dhe poshtë dhe jashtë vendit, kam qenë i kyçur domethënë që në moshën 17 vjeçare e deri më sot, aktualisht ndjek këto, do kisha thënë nga ajo përvoja është pak sa e vogël, mirë po aq sa e kam kuptuar, trajnimet të sjellin zhvillimin e aftësive personale që nuk mund t'i fitojsh ke një bagazh të njohurive dikun tjetër. Patjetër që po, kjo është gjithë merita e asaj që kam ndjekur këto shoqata, këto trajnimet. Në përgjithësi nga ana e studentëve këto nuk janë shumë të dëshiruara, studentët nuk merren e aq, jo se nuk kemi shembull shoqata apo këto lloj të aktiviteteve. Në vendin tonë këto aktivitete janë të shumta. Ndoshta ikin asaj duke menduar se nuk janë profitabile ose diçka. Nuk e di, ndoshta domethënë pjesëmarrja e tyre nuk është shumë e paktë. Pra cekëm edhe në fillim se të rinjt më shumë sot janë të dhënë pas argëtimeve, më thënë mund të gjemë në kafeterit, tash të them flas për Tetovën, se atje jetoj dhe veproj. Kafeterit çdo ditë janë të mbushura me studentë dhe studente, ndërsa nga ana tjetër po t'i shohim libraritë dhe bibliotekat janë, nëse mund të them, janë shndruar në një muze
një muze edhe jo aq me vlerë ku rrallë kusht hin në të për ta vizituar. Do me thënë mungon dëshira për lexim. Nuk kanë dëshirë më studentët dhe nuk marrin të lexojnë aq sa duhet. Ndodh që të shohim apo të dëgjojmë që studentët nuk e çmojnë dijen, nuk i çmojnë këto punët kolektive, domethënë që ndodhin na për trajnime, aq më pak që janë të interesuar për ndonjë libër apo gazetë ose ndonjë revistë, nuk shprehin asnjë, domethënë as interesim. Jo rastësisht edhe botuesit e librave dhe shkrimtarët e librave vëren edhe ato se më nuk ekziston ajo dëshirë e madhe siç ka qenë të kaluarën për lexim tek rinia. Me që ata kur kanë botuar një libër nuk kanë pasur, nuk u kanë mjaftuar ato kopje për t'i furnizuar të gjithë rinin, ndërsa tani të lusin edhe falas të japin një libër vetëm që ti të lexosh. Të shi të rinjt e kanë një arsye me të cilën arsjeton dhe mbron pse nuk lexojnë libra, thonë që fal teknologjisë ne ato mund të ti gjejmë edhe në rrjetin e domethënë në rrjetet e internetit apo në për telefonat që zakonisht i përdorin rinjt. Përveç studimeve, me çka merresh më tepër Liridon? Flas kohën e lirë ose dhe aktivitetet e tjera? Kohën e lirë unë zakonisht që marr me shoqata, domethënë jo qeveritare, po gjatë kohës studimeve njëkohësisht çdo herë kam punuar, për atë se nuk kam dashur ta ngarkoj buxhetin familjar, dhe arsyeja tjetër ka qenë se më ka ardhur që nga mosha madhore të kërkoj para nga prindi. Kjo ka qenë ajo arsye që më ka shtrirë çdo herë të punoj, njëkohësisht edhe studime edhe të punoj. Po padyshim që kam ndjekur edhe organizatat jo qeveritare të llojeve të ndryshme. Tash aktualisht jam sekretari një shoqatës qytetare Dora, që shtrihet me veprimtari në Tetov, domethënë kontriboj me ato mundësitë e mia dhe me atë kohën time të lirë, domethënë me atë sa mundem. Me cilat aktivitete veçohet kjo shoqatë? Kjo shoqatë veçohet me aktivitete kulturore, që zakonisht mbajmë ligjërata të lloje të ndryshmeve, dhe atë që e kemi më kryesore, më primare, funksionojmë si shoqatë humanitare, me thënë në këtë shoqatë ne përmbajmë, kemi diku afër 36 familje, të cilave për çdo muaj u dalim në ndihmë me pakë ushqimore për ato që ta kalojnë këtë një mujoshin. Po. Keni donator, nëse mund të themi, ose njerëz bamirës që donator kemi, të gjithë janë domethënë afarist, janë tregtar që në Tetov, zakonisht jetojmë, të them, mbulojmë ato argjimet tona me këto afarist. Nuk ka ndonjë financim apo ndonjë buxhet nga jashtë ose nga institucionet tona në vend, nuk kemi financime të tilla. Çdo herë domethënë me qytetarët i mbulojmë këto. Që shprehin dëshirë vullnet, domethënë, për të ndihmuar. Ju merreni edhe me shkrime, nëse nuk gaboj, dhe një shkrim të juaj që titullohet Zgjohu rini, kujt në fakt ja dedikon rinis, mirë, po çka ju brengos juve që çdo herë shkrimet ja dedikoni rinis? Çdo herë mua më brengos ajo puna që pse rinia të anashkalohet ose të shkilet. Rinia thamë edhe më parë që është ardhmëria e një populli. Ajo duhet të stimulohet, çdo herë duhet i ofrojmë ndihmë për të arritur që ato të bëjnë diçka. Ndërsa në të kundërtën neve na shkilet çdo e drejtë si rini që nuk mundi ta bëjmë. Aty më shumë jam bazuar tek rinia që të zgjohen nga e gjumë, që ta ngrisin zërin për të ardhmen tonë, që këto, nëse mund të them, këto partitë politike që na kanë vërë në gjumë me këto ninulat e tire, me thënë ta ngrem zërin ndaj asaj padrejtësie, ta kërkojmë atë drejtën të cilën na takon neve, dhe po të njëjtën drejtë ta zbatojmë në shoqëri. Mendon se ka ndonjë metodë që rinia mund të luftojë korrupsionin dhe padrejtësinë? Do thoya kështu, padrejtësia në një aspekt kur bëhet ligj, atë rezistenca bëhet detyrë. Do me thënë, jemi të detiruar, e ndjejmë si detir që ta rezistojmë këtë të them ligj në thojza, sepse nuk ka ligj që tregon të padrejtën. Andaj do kisha thënë që rinia duhet ta luftojë, me çdo kusht ta luftojë këtë ligj. Por me cilat metoda?
Duhet të luftohet korrupsioni dhe padrejtësia. Padrejtësia luftohet me siguri jo duke ndetur në për kafene. Padyshim se jo. Luftohet duke të luftosh ta marrësh të drejtën, atë drejtën e të barabartë në baza gjinore dhe etnike që na takon neve, pastaj po të njëjtën ta zbatosh në praktik, po. Romakët e vjetër kur kanë vërejtur se ka korrupsion në vendin e tyre, ato kanë kaluar në një thënie shumë bukur, ku thotë që as gjithmonë, as gjithçka dhe jo as prej çdo kujt. Por kuptohet nuk e kanë sankcionuar. Mirë po, jo rastisht as romakët nuk kanë gjetur një formulë të cilët do ta parapengoj korrupsionin. Andaj ne do kisha dashur që duke u bazuar në këtë thënie të atyre, ne mund të t'i kalojmë, të themi një farë forme këto pengesa. Edhe ta ndryshojmë sadopak situatën, domethënë, po. Përveç kësaj shkrimit zgjuar një ke edhe shkrime të tjera. Po, në fillim kam pasur shkrimin pse gjithmonë pësojnë shqiptarët deri kur. Ka qenë shkrim në kohën kur, domethënë, janë bazuar në raste që ndodhen në Shkup, më saktësisht në Gjoqe Petrov, ku pala maqedonase protestuan për rastin e vrasjes së ditërinjve, gjë vrasje të cilën nuk e bën shqiptarët. Këtu pat një keq interpretim. Do me thënë, kjo vrasje nuk ndodhi nga pala shqiptare, por ndodhi vetëm nga një individ që i takonte palës shqiptare, dhe në po të njëjtën protest pat shumë thirrje të lokaleve, të pronave të shqiptarëve, ku policia u pa qartë ndërhirja që u deshte të bëhet nga ana e policisë, por nuk ndodhi. Ndërsa nga ana tjetër në atë kohë, në atë periudhë, po ashtu patën protesta nga palët shqiptare, ku protestuan për rastin Mosra, do me thënë për të drejtat e atij rasti, e njëjta polici, do me thënë e njëjta protest filloi në mënyrë shumë qetë, në mënyrë shumë njerëzore, ndërsa e njëjta polici që nuk reagoi atje ku duheshte reaguar, ajo reagoi këtu ku nuk ishte nevoja për reagim. Andaj këtu kam cekur se ja prapse gjithmonë pësojnë shqiptarët, në aspektin se deri kur do të pësojmë apo do të vuajmë, mendoj që ndoshta do të vuajmë edhe shumë, ose ndoshta do të jetë dhe pak. E gjithë kjo varet nga popullata apo nga qytetarët e Maqedonisë. Nëse duam të bëjmë ndonjë ndryshim, duhet të bëjmë që diçka që nuk e kemi bërë kurrë. Duhet filluar me ndryshimet nga vetja, pastaj në shoqëri. Çdo ndryshim fillon pra nga vetja, pastaj në shoqëri. Mendoni se rinia në vendin tonë e sheh perspektivën, domethënë, këtu, ose janë të zhgënjur nga vendi jonë dhe zgjidhjen e shohin tek mërgatët? Rinia në vendin tonë nuk shef një perspektivë të shteti. Nuk shohim një shtet ligjor apo një shtet funksional. Neve na duhet një shtet ligjor, një shtet i mirëfill demokratik, që do të mbrojë interesat e rinisë, po interesat e të gjithëve. Një shtet që do të funksionojë në mënyrë demokrate de facto. Me thënë, ne këtë shtet nuk e kemi dhe nuk shohim ndonjë perspektivë në vendin tonë për të ardhmen. Me thënë, edhe atë ardhmen tonë e kemi të vrarë. Nuk shohim një të ardhme që do mund të arrijmë atje, derisa dikush vendos për fatin tonë. Me që ju nervozon, domethënë, ky fakt përfundon në studimet, bën harxhime të shumta, dhe pastaj kur vjen koha për të gjetur një vend pune, nuk të mundsohet kjo. Me siguri kjo është një zhgënjim. Domethënë, dhe menjëherë hyj në një fazë pesimizmi, nëse mund të themi të ri. Është gënjim, pasi ne kontribojmë, të themi, me 7-8 vite në shkollim, me shkollë të mesme dhe në universitet, do me thënë gjatë studimeve, pastaj të dalish i diplomuar, por ka që dalin ato me grada akademike, do me thënë të masterit, dhe po të njëjtat nuk ka edhe për ato punë. Do me thënë, do përfundojsh me atë diplomë, do me thënë, ai fakti që neve më shumë na brengosësh që me po të njëjtën diplomë ne përfundojmë, do me thënë, ajo diplomë neve do na shërbej për të punuar në një restoran. Do me thënë, është një shkallë që... E në për fat të keq është fakt, nëse mund të themi, për shumicën e... Sa kontribojnë në fakt studentët? Sa kontribojnë studentët në përgjithësi për të pasur një të ardhme më të mirë, domethënë më të rehatshme? Jo vetëm të fakultetit juridik, flas për gjithë studentët. Mendon se mjaftueshëm bëjnë kërkesa për domethënë për të drejtat e tyre, organizojnë seminare për të drejtat e tyre, ose thjesht heshtin
studentët ka njëherë kanë edhe mundësi për ta ngritur zërin, për të kërkuar ato të drejta të tjere, mirë po nuk i kërkojnë. Do marr shembull në universitetin tonë, në universitetin shtetëror të Tetovës, kemi shumë hapësirë për të kërkuar atë drejtën që neve na takon, mirë po asnjëherë nuk kam hasur në një kërkesë të tillë nga ana e studentëve apo parlamentit studentor. Ne kemi mundësi për ta ngritur zërin, për të kërkuar shembull ato tarifat e larta që janë të papërballueshme nga ana e studentëve, mund të ngrejmë zërin për një universitet më cilësor apo literaturë më cilësore, të ngrejmë zërin për pagesa konkrete që nuk e dim nëse ku shkojnë ato para. Dhe për çfarë jeni duke paguar? Dhe për çfarë jemi duke paguar? Jeni të pajisur të gjithë me literaturat sa duhet, Liridon? Ose keni mungesë të teksteve, duhet që të bëni kopje, ose për shembull të merrni një libër që me të vërtetë është shumë i kushtueshëm? Cilësia e mësimdhënësit në universitetin tonë është në nivel. Po mund të theme se jashtëzakonisht e mirë, nga ana e mësimdhënëse. Mirë po, nga ana e literaturës nuk jemi edhe aq mirë sa duhet. Punoj me literatura të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, do me thënë janë të huazuara, vetëm me disa ndryshime, janë të shkruara nga ana e profesorëve tanë, nuk kemi edhe aq shumë literaturë të botshme, saqë mund të themi se kemi mjaft për ta studiuar një lëndë komplet në tërësi, siç është nga fillimi deri në fund. Me thënë kemi mungesë gjatë literaturës. Edhe gjatë studimeve kur bëni pagesën e semestrit, ju që jeni me kuotë shtetërore nëse nuk gaboj, dhe ato që janë me vetë financim, me thënë, mendon se është kjo kosto shumë e lartë për ta përballuar një student me që ashtu siç e dimë dhe situatën ekonomike në vend? Situata po, aktualisht janë kosto të larta, nga se shifet një rrok mesatare në Republikën e Maqedonisë e kemi diku afër 12.000 denar. Ndërsa nësa të studiojsh në këtë universitetin tonë me vetë financim, të kushton... 18.000 denar, diçka. E ndoshta e më tepër. Po, ati afër, dikon. Një semestër. Një semestër, da, po. Do me thënë, janë tarifat të larta dhe të papërballueshme nga ana e studentëve. Nuk e di më saktë sa kushton në universitetet tjera, mirë po kam dëgjuar që ka një kosto tarife më të lirë, do me thënë, se në universitetin tonë. Por... Çka do kishe dashur ti që të ndryshohet diçka ti dhe normal dhe të flasësh dhe në emër të studentëve në universitetin ku ti studion? Do me thënë, ati në universitetin ku unë studioj do kisha dashur që të ketë vlerë zëri i studentit. Do me thënë të dëgjohet tek pushtetarët e fakultetit, që aktualisht zëri jonë nuk arrin atje asesi. Do me thënë, kjo do ishte ajo veçoria e parë që unë do kisha dashur ta bëjmë me studentët, pastaj të vendosim për gjëra që neve na takojnë ati në fakultet, do me thëmë për literaturën që mund të zgjedhim, nëse nuk na konvenon mësimdhënësi, sidomos për tarifa që i cekëm edhe më parë, ato të cilet nuk mund t'i përballojmë ne, ose realisht nuk e dim se për çka shërbejnë ato tarifat që i paguajnë. Do me thënë, nuk e dini se ku shkojnë paratë juaja në një farë mënyre, nëse mund të themi. Po, ne kemi pagesa, konkretisht do marrë pagesat e parlamentit studentor. Gjatë vite më parë, parlamentit studentor është paguar, do me thënë, në fillim kur regjistrohet një student. Më pas nuk ka pas pagesë të tillë. Ndërsa tash, kohës së fundit, kjo pagesë bëhet çdo vit. Do me thënë, bëhet fjalë për mira student në universitetin tonë. Nga 100 denar, ato kushtojnë shumë. Dhe ne nuk, deri më sot, unë që jam... Do me thënë që 3 vite në këtë universitet dhe nuk kam parë asnjë angazhim apo një projekt nga ana e parlamentit studentor. Dhe çdo herë e pyes veten dhe kolegët tjerë se ku shkojnë këto para tona që ne i paguajmë për çdo semestër. Liridon, me që je edhe në vitin e fundit të studimeve, mendon që do vazhdosh edhe më të qetë cilët janë planet e juaja për të ardhmen? Planet e mia janë që të vazhdoj deri në fund me studime. Do me thënë, pas studimeve bachelore, të vazhdoj me studimet master. Me studimet master, pastaj pas studimeve master, duhet të kemi një praktik në për institucionin, qoftë në gjykat apo në një avokatur, që të mund t'i nënshtrojmë provimit të jurisprudencës, i cili është një provim final për të dalë një jurist i kompletuar,
që të nesër mund të dalë lirisht në treg me profesionin tim, të shërbej familjes time, vetës time dhe shoqërisë në përgjithësi. Ke ndonjë hobi të veçantë që merresh, domethënë, e veçantë kur je pak më e lirë për të relaksuar në një farë mënyrë? Si hobi që si fëmijë kam pasur vallëzimin dhe aktualisht jam valltar në shoqërinë kulturore artistike Burimet e Sharit. Me thënë që si fëmijë kam marrë pjesë në për festivale, në për koncerte të llojit të këtij. Po. Dhe aktualisht i ndjek këto, të shikon e fundit jam pak sa më i zënë me këto me provimet, me përfundimin e diplomimit, me postin që kanë shoqërinë atje qytetare Dora. Mirë, po përsëri nuk e anashkaloj krejtësisht kur e kam kohën e lirë gjatë vikendit në ushtrime, sepse llogariti si një gjë pasion. Po, pasion dhe një pozitivitet, do të thënë nga gjatë javës atë që e marr atë negativitetin, atje për gjatë orës së provave të gjithë e nxjerri dhe marr një pozitivitet tjetër, po. Merresh edhe me diçka tjetër përveç vallëzimit, ke ndonjë kënd të leximit, domethënë ku veçon ndonjë libër, ndonjë roman? Aktualisht me leximet shkoj në universitetin ton të Tetovës, domethënë aty kemi hapësirë në librarinë, në bibliotekën tonë, kemi hapësirë të mjaftueshme aty. Zakonisht aty kur kemi kohë të lirë, ndonjë libër për të lexuar, qoftë për provimet, qoftë jashtë provimeve. Liridon, unë të falenderoj që ishe mysafir Rioni në emisionin Relax. Të dëshirojmë shumë suksese në studime, mirë po edhe pas studimeve të dëshirojmë që ti të gjesh veten në profesionin që dëshiron. Faleminderit njëherë edhe për ftesën, ju uroj suksese juve, emisionin tuaj dhe gjithë stafit të Faleminderit edhe ne, do kishim dashur një mesazh nëse mund ta themi për rinin, për publikun. Mesazhin që do jepja apo apelin për rinin do ishte të zgjohen nga këtë gjumë që kanë rënë dhe të punojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, që të merren domethënë me aktivitete të llojit të ndryshme, se domethënë të kontribuojnë për ta shfrytëzojnë kohën e ri, domethënë se koha e rinisë asnjëherë më nuk do të kthehet. Faleminderit. Miqtë e mi, ne këtu po ndajemi. Unë ju falenderoj juve që na ndoqët, ne do të shihemi nesër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.